Tashmë të ndalemi tek informacionet më të fundit që vinë në lidhje me helmimin e studentëve të Akademisë së Sigurisë. Në fillim u raportua se ishin 40 studentë cilët kishin patur shqetësime, por ky numër shkoi mbi 50. Kemi Esido Barkan, i cili do të na japë më shumë informacione lidhje me këtë situatë krijuar me studentët. Esido, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Esido. Mirëmëngjes Brekena dhe Flori. Vijojnë hetimet e policisë në bashkëpunim me prokurorinë e Tiranës në fakt sa i takon zbulimit të së vërtetës se çfarë i helmoi studentët e Akademisë së Sigurisë, ku më shumë se 50 prej tyre përfunduan në urgjencën e Spitalit Nën Tereza për të marrë ndihmën mjekësore pasi kishin konsumuar drekën ditën pardje në fakt dhe ishin ndjerë keq duke patur simptoma të theksuara shëndetësore, para disa simptoma të rënda dhe menjëherë u dërguan në spital. Të paktën deri në këtë momente, jo vetëm prokuroria Tiranës dhe policia, por në bashkëpunim me hetimet është dhe AKU për zbardhjen le të themi se çfarë ishte ushqimi që shkaktoi helmimin e më shumë se 50 studentëve. Deri në këtë moment të paktën ose referuar dëshmive të vetë studentëve, ata kanë folur se bëhet fjalë për brokolin ose të paktën dyshojnë për njëra nga perimet të paktën brokolin pasi kishte një herë të tmerrshme sipas tyre dhe gjatë konsumimit pra i kishte krijuar menjëherë pra le të themi përkeqësime sa i takon shëndetit të tyre. Megjithatë i takon autoritetit kombëtar të ushqimit, por dhe Institutit të Shëndetit Publik për të zbardhur të vërtetën nëse kemi të bëjmë pra thjesht nga helmim nga perimet apo nga konsumimi i mishit, ku ishte i përfshirë në menun e drekës nga kompania Sorial, e cila administrohet nga Alma Tafani, bashkëshortja ish kreu të dhomës së tregtisë Nikolin Jaka. Kjo e fundit për Alma Tafani në fakt është një emër i cili është përfolur dhe më përpara sa i takon skandaleve të këtij lloji në Akademinë e Sigurisë, studentët në fakt shprehen dhe janë shprehuar përpara grupit hetimor se nuk është hera e parë që ushqimi kishte probleme, duke i shkaktuar të paktën probleme shëndetësore për disa prej tyre, por që janë mbyllur ose le të themi kanë kaluar pa u kuptuar për shkak të simptomave të lehta. Megjithatë, studentët janë shprehur se kanë bërë disa herë ankesa të paktën ndërmjet tyre sa i takon ushqimit, duke thënë se ushqimi nuk konsumohet, ishte i ftohtë dhe shpeshherë ishte i ndënjur të paktën sipas tyre, duke sjellë shpërthimin le të themi ku 50 prej tyre përfunduan në spital, një këmbën alarmi në fakt, e cila ka qenë një shqetësim prekosh nga ana tyre. Alma Tafani është ende në kërkim nga policia e Tiranës, nuk është gjetur në banesën e saj, sipas familjarëve të paktën në shprehur, ata të fundit i kanë thënë se ajo është larguar jashtë shtetit për shkak të një udhëtimi për arsye pune. Megjithatë, referuar sistemi tim, zburime konfirmojnë se Alma Tafani nuk është larguar nga Republika e Shqipërisë. Kjo ngelet për të verifikuar më pas nga hetuesit e policisë, dyshohet se ajo fshihet në Tiranë dhe ende nuk ka pranuar le të themi që të paraqitet pranë policisë së Tiranës për të bashkëpunuar në këtë mënyrë me organet e drejtësisë i takon zbardhjes së të vërtetës. Megjithatë, policia ka kryer disa kontrolle ditën e djeshme, jo vetëm në ambientet e Akademisë së Sigurisë, ku ka konfirmuar se pikërisht në këto ambiente nuk shfrytëzoheshin për përpunimin dhe përgatimin e ushqimeve, pasi në këto ambiente ushqimi vjen i gatshëm nga garnizoni Skënderbej prej shkollës ushtarake, ku përdoret pikërisht nga kompania Sori Viz AL SHPK për në administrimin e Alma Tafanit. Në këto ambiente janë gjetur të paktën disa ushqime të cilat janë sekuestruar dhe po hetojnë nga policia për shkakun e vërtet të helmimit të 50 studentëve të Akademisë së Sigurisë. Mirë, Esido, të falenderojmë për këto informacione, metët për të parë duke qenë se ende dhe po bëhen proceset e verifikimit mëngjesisht.